Pse është e shëndetshme të flesh në dhomë të ftohtë? Fjetja në një dhomë të nxehtë jo vetëm që na bën të pakëndshëm dhe të djersitur, por gjithashtu humbasim shumë përfitime që mund të merrnim vetëm duke fjetur në një dhomë të ftohtë. Vendosja e temperaturës në rreth 18 gradë Celsius mund të bëjë të gjithë ndryshimin midis një gjumi të dobët dhe një natë të gjumit të qetë. Na ndihmon të qëndrojmë të freskët. Fjetja në një dhomë me një temperaturë më të ulët promovon prodhimin e melatoninës, e quajtur gjithashtu hormoni i gjumit. Është gjithashtu një antioksidant, që do të thotë se shërben si një hormon antiplakje për trupin. Ndihmon me pagjumësinë. Studimet tregojnë se disa forma të pagjumësisë në të vërtetë lidhen me temperatura më të larta të trupit. Duke i bërë dhomat e gjumit më të freskëta, ne mund të ndihmojmë trupat tanë të qetësohen dhe të ndihmojnë në nxitjen e gjumit. Mban stresin larg. Temperaturat më të larta nënkuptojnë që trupi lëshon më shumë hormone stresi të quajtura kortizol. Një dhomë më e freskët mund të ndihmojë në mbajtjen nën kontroll të niveleve të kortizolit, dhe kjo do të thotë më pak stres dhe një cilësi më të mirë të gjumit. Ul rrezikun e disa sëmundjeve. Fjetja në një dhomë të freskët mund të ulë shanset tona për të zhvilluar sëmundje metabolike si diabeti. Ai gjithashtu përmirëson nivelet tona të hormonit të rritjes që ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të zemrës, depresionit dhe mbipeshës. Melatonina e rritur gjithashtu ul shanset tona për të sëmurur nga Alzheimer. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.